Mimrama, përshëndetje të gjithëve, advetar e patriot shqiptar. Përshëndetje të veçanta, ja qoj inspirusit dhe patriotit Zotit Sali Berisha, që në fillimet e veta, që në 92-shin, mua më kanë bërë që të ndjekë mbrapa këtë burë shteti, këtë patriot, që ne, që shumë shqiptar, fatkeqësisht, si shesh gjithmonë bashkohorët edhe se vlerësojnë, por ky do jetë i pavdekshëm. Zoti e bekoft dhe na prit, doktor. Je frymëzimi jon, je inspiruesi jon e mëtej. Unë nuk e shoh Shqipërinë kaq të ëmbël, kaq roz, kaq gri shumë. Për mua Shqipëria sot është në ditët më të këqija që ka ekzistuar ndonjëherë. Është në zgrip, është në katastrofë. Ne shpresum shumë në vitet e para në 90 për demokracinë. Dhe e nisëm mirë. Por rrugës në ndalon. Bile në 96 neve duhet të hyshim në Bashkimin Evropian, por na sabotuan të jashtëm me të mbrëmshëm, e kryesisht të mbrëmshmit. Dhe për këtë ka dy përgjegjës. Përgjegjës janë faktori mbrëmshëm, por edhe faktori jashtëm. U bën 35 vjet dhe ne ende nuk e kemi ndërtuar demokracinë, lirinë dhe, si thosh, sovranitetin e mjaftueshëm të një shteti të vogël si ishim neve Shqipëria. Sa e vështirë pas ka qenë që 2 milion shqiptarë të mos ndërtojnë dot një shtet të mirë, të begat, e çuditshme është. Pse kështu? Shpresuan shumë ke ndihma e euro-amerikanëve. Na dhanë disa ndihma. Por unë jam i zgënjur nga ato lloj ndihmash, se ato në vend që na çonin, na binin ekspert, na binin teknologjirat, na binin investime këtu. Ata vetëm na jepnin mend dhe na prun o ju qëtë e banditit Soros, i cili e sabotoi progresivitetin e Shqipërisë. Prandaj, për mua, se unë nuk flas dot si politikan, unë jam qytetar i thjesht dhe i flas ashtu si ndjej. Ndokujt nuk i pëlqen. Tani mu ma dhanë mundësit me folë dhe folë. Do flasë. Dhe ta nga prunë këto, në vëtë që nda ndimonin, nuk nga ndimuan dot, nuk nga dhanë dot, nga prunë Shqipërinë në zgrip, edhe prandaj këtu kanë përgjegjësi edhe Bashkimi Evropan, edhe Amerika, që në 250 vjetorin e vetë ka pas ato ullje ngritet e veta. Dhe neve në lanë këtë deregje. Prandaj, unë i kërkoj administratës sot të retë të Zotit Trump të mbaj përgjegjësitë e veta për këtë popull. 2 milion që s'po e bën dot të ngrej kokën. Dhe kjo vjen edhe për arsye të qytetarëve amerikanë, si është George Soros, ai është qytetar amerikan, dhe ai, presidenti Soros, ka përgjegjësinë e vet ta dënojë atë njeri, se ka ardhur këtu, ka sabotuar dhe e ka rrjep këtë popull, e ka vjedhur këtë popull, e ka shpërbër këtë popull, e ka prish arsimin, ka prish kulturën, dore ati është, me gjithë ta patronazhist, me gjithë
ata që e votojnë, përgjithësi e madhe është për ata që e votojnë, ata dhe shqiptarës. Dikush thot, mos i kritikoni edhe mos e shani popullin shqiptar, popullin. Unë nuk shaj popullin shqiptar, por shaj dhe kritikoj ata që mbështesin dhe japin votën ati që qenë birqeni të pafej që është ky kryeministër i ndyrë që nuk e di se çfarë mund tjetë ky njeri që të jetë kaq i poshtër për popullin e vetë. Por fat keq, unë i kërkoj prapë presidentit Trump se neve, si demokrat, gjysmën e popullit shqiptar është nxjerrë non grata. Nuk është nxjerrë non grata vetëm Sali Berisha. Pa të drejtë, pas një fakt, pas një arsye, Tur TV, të gjithë aty administratës kaluar amerikane që bërën këtë veprime dhe na kanë nxjerrë neve, na kanë darë më keq se që ndau komunizmi në dy palë, në luftë klasash. Dhe sot ne në atë gjendje jemi, luftë klasash. Është e çuditshme se si edhe BE-ja, edhe administrata e kaluar amerikane për kranin ish komunistat. Sot neve na qeverisin komunistat që ajo farë do ishte zhdukur prej ne. Duhet të mbizotronte pjesa tjetër më patriotike e këtij vendi dhe më patriotikët ishin ata që ishin të përndjekur, të internuar dhe edhe të pa internuar, por të keq trajtuar nga këj kom. Amerikë duhet i vesh pika mbi i, duhet përkrash popullin patriot Shqipërisë në qoftë se je për demokraci botërore. Dhe unë them shumë gjëra, por terapia që e shëron Shqipërinë që është në agoni është vetëm terapia popullore, alternativa popullore, se si është për shumë gjëra kështu. Prandaj, në 24, vetëm kjo alternative shëro. Alternativa popullore, mjekësia popullore, pra. Të gjithë bashkë, në qoftë se e doni Shqipërinë. Ju përshëndes të gjithëve, ju faleminderit. Zoti doktor edhe një herë. Mirëmbrëma të dashur bashkëqytetar, motra dhe vëllezër, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, dhe ju bashkëmoshatarët e mi që ndoshta na ndiqnin nga ekranet, sepse frika ua ka vrarë guximin për të dalë në shesh. Unë quhem Geraldina Kola, jam studente e vitit të tretë në degën e gjuljetërsisë. Sot nuk erdha këtu me vargje poetike, sepse vargu i vetëm që përshkruhet sot në Shqipëri është vargu i gjatë i rinisë në portet e trageteve dhe në sportelet e aeroporteve.